mojt pak rendin, në kuptimin që me pas... Rendin dhe ligjin, po. Dy çështje që u lidhen me zotin Krstiq, I cili kishte ankesa që nuk po mundet me u realizu, ato që pasaj tha dhe zoti Matushi, që unë I kam thonë edhe ma herën të këtë studio që ne si popull, pavarësinë kemi meritu sepse kemi vujt shumë, por s'kemi mujt me arrit vetë pa na ndihmu ndërkombëtar dhe si pako e pavarësisë ka qenë edhe çkyllë imponimi I krejt qytyre gjonave që jemi të I përjetuar asot. Gjomat I një shtet në rajon që mundet një subjekt I vogël politik me blokusin Kosovë nuk ka. Dhe zotit Krstiq unë deshta me I thonë. Edhe zotit Matushi, sepse po mduket që po jesëm bërç gjithë atyne familjarve që ende të zhdukurit e tyre nuk I din ku I kanë. A për shumë një lidhje po, zoti Shadi jemi gjenerata që provum luftën, që e përjetum terrorin. Kush e krijoi çat terror në Kosovë? Një regjim I Serbis, I cili sot, me një mekanizm tjetër ka pru një listë serbë në Kosovë, dhe ne duhet t'i mbojmë dy sytë mbyllur, jo nuk është e lehtë, zoti Krstiq. Nuk është puna të mbyllje. Nuk jem t'i folë për luftën e dytë botërore që na e kanë tregu gjyshërit tonë. Po flas për diçka që kom përjetu, zoti Krstiq. 22 shtator, nëse ju nuk e dini, ka qenë një ndër ofenzivat ma vrastare të Serbisë në Kosovë, edhe në Drenicë ku kam qenë ushtar. Me durët e mia I kam bledh trurin e të masakruarve familjarve të mi. Nuk e kam let me I përbi këto dhe I kam përbi. I kam përbi për hotër të fëmijëve tonë më jetu në liri. Nëse serbët vazhdojnë me provokime dhe matrona, nuk është e leti neve më na thonë byllni sytë. Sepse ende e kemi plagën e hapur. Lista sërbë. Edhe atje është problemi. Nuk mund është që unë e kam dhimbje edhe për viktimat shqiptare. Që shumica nga shqiptarëve nuk ka dhimbje për viktimat serbe. Se edhe serbët janë kohë viktimat e atë regjimit, e atë turpit. A është kjo krahasim? Nuk jenë të krahasu një jetë është një jetë. Kur flasim ne nga lëkura juaj, populli jonë, jo populli shqiptar, populli kosovar, sepse edhe une jam populli ytë. Edhe ti je populli Nuk kam kontestu asnjëherë. Edhe ti je populli Nuk po të kontestoj. Që do me thonë, as ata si deputet nuk I kontestoj. Sepse ndërkombëtarët na kanë ndërtu këtë shtet multietnike, jo monoetnike. Kadal sakrifica jone ka pru që të punën. Kuptohet që na kanë ndihmuar ndërkombëtarët, nuk mundesh me mbyll të syta dhe me thotë që prej qiellit pike prej ndërkombëtarëve. Vujtjet e popullit ton që I kanë shkaktu kombasit tu për te I kufirit, e kanë pru pavarësinë e Kosovës. Lufta e drejt, vujtjet e civilve, masakrat ndaj fëmijëve që I kanë shkaktu regjimi I Miloševićit, e ka pru situatën që na ndihmuan ndërkombëtarët me pru pavarësinë. Dhe ne nuk ka gjenerat që e përjeton luftën, terrorin si në Kosovë dhe që e pranon. Po, shpejt po I mshelni sytë dhe po provoj me integru serbë. Dhe I kemi bo gjitha ato lëshime, që asë një shtet në rajon nuk I ka bo. Që vinë një grusht deputetësh serbë të dirigjum nga një regjim dhe ta blokon shtetin komplet dhe këtu kokë si reagime mund dhem kjo. Se mund këthene 22 shtator në 90